Pasuli pes është pak ma nalt është, është 5 euro, dhe në 6 euro kila. Çmimet katastrofë, ishë paga në gjysa rrugës për shpem. Godet të gjithë të punësorit të cilët janë me paga fikse, pensionistët. Rreth 90% të produkteve importon nga tregjet ndërkombëtare. Çmimet katastrofë, ishë për ditë të përriten, pagat janë tullë ta përkejtë, sidomos për sektorin e privat dhe shoqërinë civile, s'kemi që flasëm. Pensionet mo po dje 150 euro pension. Çka me bomba 150 bona. 30 euro bona nuk një javë nuk Të cili për produkteve këni pa një ngritje më të madhe? Po gjitha, s'ka asë një që s'është ngritje. Asë një. S'ka shont me mri me një pagë, me mri me kyjë që to dhe i fund punë. është e pamundshme. Veç paga në gjysa rrugës për shpem. Inflacioni i cili gjatë kësaj periudhe njëvjeçare, prej periudhës majt vitit të 2025 deri në maj 2026, sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, indeksi i çmimeve të harmonizuara të konsumit ka arritur një shqive për 6.8% të respektivisht afro 7% në përgjithësi dhe kjo është mjaft shqetësuese duke patur parasysh faktin që ekonomia e Kosovës është në një ekonomi sistem të varfër, vendin e dytë ne mos harrojmë që vendin e dytë në Evropë e nxjerr nga varfëria. Kjo shqetëson sepse godet të gjithë të punësorit të cilët janë me paga fikse, pensionistët dhe kategoritë të tjera të cilët nuk kanë në sistem të ardhurat e tyre ekuilibruese në bazë të shmortës në konsumatorit, por ato janë fikse që nga periudha kushtimisht në 2-3 vjeçare këtu në radhë, edhe kjo tash e vështirëson shportën e konsumatorit në këtë kontekst, sepse godit pikërisht ato produkte dhe çelime të cilat më tepër konsumatori është i nevojshëm. Domethënë është një nga sfidat kryesore që përballet jo vetëm kjo qeveri, por edhe qeveritë e kaluara, për shkak se Kosova është ekonomi e re dhe pothuajse rreth 90% të produkteve importon nga tregjet ndërkombëtare. Po ashtu është një faktor tjetër, domethënë ka edhe disa faktorë tjerë që ndikojnë në rritjen e vazhdueshme të inflacionit. Kosova nuk ka monedhën e vet, pra është përdor monedhën evropiane euro, prandaj nuk ka mundësi që të shtyp, si thuhet, monedhën e vet, rrit sasinë e fuqisë blerëse në tregun e Kosovës. Po ashtu mungesa e prodhimit vendor dhe një konkurrencë të fortë brenda, si thuhet, prodhuesve vendor dhe atyre që importojnë produkte nga tregjet ndërkombëtare. Pra është një sfidë e vazhdueshme që po e sfidon Kosovën. Duhet shkuar në ndryshimin e strukturës së ekonomisë në Kosovë, përmirësohet struktura e ekonomisë, shkohet më tepër në infuzion e sistemit ekonomik drejt prodhimit, të përkrahet proceset produse, firmat produse të përkrahen më tepër, por ato të cilët janë shërbyese që ofrojnë vende të reja të punës në këtë kontekst dhe në këtë aspekt do të ishte shumë e mirëseardhur angazhimi të gjitha subjekteve politike për të gjetur një formulë përbashkët për ndryrimin e strukturës ekonomike në Kosovë, sepse në këtë strukturë ekonomike derisa neve kemi një debalancë shumë të madh mes eksporteve e importe, kemi deficit tregtar shumë të lartë, kemi pafundësi shumë të lartë, kemi varfëri po ashtu që po janë duke u rritur shumë lartë, dhe në këtë kontekst gjithë indikatorët kryesorë makroekonomik janë duke shënuar negativizëm në zhvillimin e tyre substancial, ekonomik dhe social. E para do të rritet, domethënë, fuqia prodhuese në Kosovë. Ky është elementi i parë. Së dyti duhet të hetohen ose të eliminohen mundësitë që paraja e drogës ose paraja jo ligjore të hyjnë në tregun e Kosovës, se ajo ndikon në mënyrë drejt për drejt në rritjen e inflacionit. Së treti duhet krijohet një ambient më konkurrues, ku bizneset kosovare arrin, se thuhet, krijojnë forcë konkurruese në raport me produktet që vijnë nga tregu ndërkombëtar. Po varfëri më e madhe, domethënë, varfëri më e madhe për qytetarët e Kosovës, natyrisht kanë me predominu produktet që vijnë nga tregjet ndërkombëtare, varfërim më i madh i bizneseve prodhuese në Kosovë, konkurrencë jo e drejtë ndërmjet prodhuesit vendor dhe atij rajonal dhe ndërkombëtar. Edhe mundet me dërgu edhe drejt një lloj kolapsi ekonomik, domethënë, për shkak se
qytetarët edhe kanë me prit rritjen e pagave, edhe kur pagat janë më të larta, ekonomia është më e dobët, atëherë ky disbalancë krijon domethënë rritje të inflacionit dhe kjo shkakton efekte negative zinxhirore në ekonominë e Kosovës. Për çmime katastrofë. Nuk ko që më thonë jetesë për rini, sidomos as për të ardhmen, as inshallah bëhet mirë të shëtute. Kanë vështirë, po ja dalim që. Pasuli pes është pak ma nalt është 5 euro, dhe në 6 euro kila. Arat janë pak ma nalt, ato janë 7 euro, pasqyrumet, kjerat janë lirë krejt. Që shën kanë qimit për para? Qytetarët po ankohen, po dhe në qimit pak nalt, po na nuk muna të ashtu me bo diçka zgjedhje. Se na i blejna për mi shit këto, pak që tashti nga më tashti për para ka në pazari pak ma mirë, ka pas shitje më të mirë. Që tashti nuk ka kur gjapë shetë tregu thatosh, nuk ka njerëzi, s'ka blersa, ka blersa pak. Shumë pak. 50% është domethënë ramja tregut.